Arilda dhe Andi, qartësisht, sigurisht që me gjitha që ju thoni jeni kundër establishmentit aktual, një establishment 35 vjeçar. A mund të thoni, shikuesit ju, dy aktivistë të rëndësishëm të kësaj proteste, që kanë bërë konkretisht Rama dhe Berisha, që kërkoni të zhduken nga politika dhe të mos kandidojnë me? Çfarë ka bërë sipas jush? Rama, çfarë ka bërë Berisha? Ne jemi kundër modelit qeverisës. Ata e kanë kap shtetin dhe e kanë vendos në Durrës dhe për interesat të disa individëve, duke i detyruar shumicën e shqiptarëve që të largohen. Shteti do duhet ishte shprehja e vullnetit popullor dhe mjeti përmes cilës ti e përmirëson jetën e atij popullit. Në fakt, shteti është kthyer në një shtet kriminal, në një shtet të pushtues që po i largon njerëzit e vet nga vendi. Sot një shqiptar nuk e gjen veten këtu, nuk ka mundësi ekonomike, nuk ka shërbime, nuk ka arsim, nuk ka shëndetësi dhe vetmja zgjidhje që i ngelet është emigracioni. Ky është një sistem i ndërtuar në 35 vite. Libri Albanian Files është një përmbledhje e vizionit qeverisës të Edi Ramës. Ai e mendon Shqipërinë si Dubai, do të sjell modelin e Dubait këtu. Kulla, rezorte luksoze, parajs për të hujt, ferr për shqiptarët. Një model që financohet nga parat e pista të krimit, që natyrshëm shkatron ekonominë dhe i largon njerëzit e ndershëm nga ky vend. Ky është modeli ndaj cilit ne po luftojmë. Titulli i atij librit është Liria dhe arkitektura. Ata e perceptojnë këtë lloj modeli si modeli i lirisë. Në fakt është modeli i robërisë. Në momentin që ti e kthen tokën shqiptare në një tokë eksperimentale, që nuk zbaton ligjet, nuk respekton të drejtën e pronës, nuk respekton dhe nuk pyet komunitetet ku ti vendos këto projekte, nuk pyet për natyrën, ti po e shkatron atë vend dhe nuk po krijon, nuk po mundson lirinë, por po i robëron ato njerëz. Shqiptari gjendet ose para zgjedhjes të robërohet dhe të jetë shërbëtor i këtij sistemi, ose të emigrojë. Dhe kjo është arsye që shumica e njerëzve emigrojnë. Jemi 2.4 milion banor nga 3 milion që kemi qenë para 10 vitesh. Kemi një shpopullim dhe një plagje të frikshme të popullsisë, që po ikin për shkak të këtij modeli. Unë do mundohem të jem pak më konkret. Filloj me Berishën, 97-a, Gërdeci, 20 janari, korrupsioni, afera, lidhjet me familjen, fuqizimi oligarkëve të cilët ja trashëgoi Ramës. Edhe mënyra e politik bërjes në cilën e ka sjell mendsinë komuniste, unë kryetar dhe askush tjetër dhe çdo kush tjetër duhet përjashtuar një mendësi e vjetër. Kjo është një nga aspekte për t'i përmbyllur shumë në mënyrë telegrafike ato që ne kundërshtojmë dhe jemi kundër, jo vetëm mendësisë, po edhe atyre që ne i cilësojmë një lloj qeverisje kriminale të Sali Berishës. Nga ana tjetër, lista e Edi Ramës është shumë e gjatë, duke qenë pothuajse 14 vite në pushtet, që kanë senatorët, ministra në burg, bashkëpunëtorët e tij më të afërt, 2 zëvendës kryeministrat, njëri në Arati dhe tjetra ja tund spaku prangat dhe nuk do të arrestoj, Alqi Bllako, njerëz pafund, arkitektët, shfuqizimi i ligjit zonave të mbrojtura, marrëdhënia me krimin, marrëdhënia me oligarkët, të cilët po jep Shqipërinë ku e duan dhe si e duan, duke bërë dhe ligje speciale, duke u çuar rrugë, duke u çuar ujë, duke u çuar kanalizime dhe nga ana tjetër edhe një lloj zgjerimi me oligarkinë botërore. Pra, merr njerëz të cilët nuk dihen nga i marrin financat, nuk dihen nga i marrin investimet dhe i sjellin në Shqipëri për të bërë një lloj kolonizimi të shqiptarëve, pra në sigurim me njerëz me bish dhe nuk marrin vesh se çfarë ndodh as nga arkitektura, as nga ndërtimi, as nga turizmi. Pra, do të sjell një lloj vizioni, një lloj Luigi 14 që unë e projektoj Shqipërinë, ky është vizioni im dhe ju jeni njerëz me bish që nuk merrni vesh nga ky vizioni i artistit madh kontemporan dhe ndërkombëtar i cili po mundohet të shkruajë emrin e vet historik. Unë e kam krahasuar Ramën me një lloj Kaligule, i cili kali i tij është diella, pra e bëri ministër një idiotësi totale që nuk ka nevojë dhe nuk ka sens kushtetues me një ushtar si Bajram Bega i cili e miraton një idiotësi kushtetuese. Pra është një lloj Kaligule moderne që nuk pyet për askënd dhe mundohet që ta shoh Shqipërinë si nga ato copat që vizaton aty në kryeministri, ta ndajë si çdo vetë. Dhe besoj se krimet janë të pafundme, sidomos vetëm ky mandat i fundit një herë që spaku kryesisht i ka dosjet vetëm për njerëzit e lidhur me qeverinë, që është nga ajo largimi, po them, me charter që kryeministri e ka filluar ta mbajtë fshet, vilat e fsheta, pasuritë, shtëpinë që ka bërë në Sorrel që unë
si një njeri nuk blej dot një apartament për shkak të parave, drogës, që po mbysin Tiranën me kullat pafundme, përveç që po shkatrojnë historinë dhe pjesën e arkitekturës duke e harruar atë Tiranën e vjetër, po ndërkohë po fusin para, drogë dhe parat piste pafund, e pam dhe nga arrestimet e fundit të Spakut, që kullat që ky mbron dhe që i promovon si arritje të arkitektëve janë mirëfilli, pastrim parash. Dhe unë dua të blej një shtëpi sot, nuk e blej dot sepse në qendër pothuajse po shkon 10.000 euro metri katror, në periferi po shkon 1.500-2.000 euro me çmime stratosferike, ndërkohë që nuk ka ujë, nuk ka kanalizime, nuk ka shkolla, 70.000 banorë në Astir nuk kanë mirëfilli një shkolla apo një kopësht, dhe kjo është dikotomia që paraqet kryeministri Edi Rama, do në lista e krimeve është e pafundme, ndërton satelit, do na shikojë nga hapësira, do zbuloj drogën dhe ndërimet pa leje, ndërkohë nga ana tjetër këtu nuk ka ujë, thot mas 13 vitesh do t'u jap ujë dhe drita 24 orë. Pra, në çfarë realiteti po jetojmë? Sillet si evropian do të shkoj andej nga Evropa dhe të bëhemi në 2030, ndërkohë që Britania e Madhe ka ndruar 7 kryeministra, Edi Rama nuk ka ikur, është vetëm ky, Erdogani dhe Putini në Evropë, iku dhe Orbani, shoku i tyre i fundit. Pra, si mund të ekzistojë një person që proklamon demokracinë, ndërkohë që nuk zbaton asnjë nga ato parimet demokratike? Dorëheqjes. Atëre, sipas jush, me gjitha këto që thoni, ju kështu mendoni. Po a ka ndonjë forcë politike ekzistuese që mendoni se mund t'i adresoj shqetësimet tuaja, këto shqetësime që ju kini? Mund të resë këta politikanë të rinë shpesh në studio, të vëndiku e shullur të në gjëmë, dhe Arilda. Ka ndonjë forcë që... Unë jam për mbështetjen, falë Arilda, jam për mbështetjen e forcave të reja politike. Jo si janë perfekte, kanë shumë të meta dhe cene, por besoj se është e nevojshme, sepse nuk besoj se do sillet... Qori, shejaj... Po, edhe lapaj. Nuk besoj se do sillet një për te rezerva që kam për secilin, sepse në moment që nuk do kisha rezerva apo do i mbështesja në mënyrë 100% do isha antar e një partie, përderisa nuk kam një qasje, le të them edhe një vlerësim super perfekt. Por besoj se është më e shëndetshme të mbështeten forcat e reja politike për një lloj ndryshimi edhe një lloj rotacioni politik, ndoshta ashtu sikur se ndodhi në Kosovë një frym më e re nga partitë e vjetra që ishin. Nuk besoj se do ketë një sistem perfekt, por besoj se secila prej tyre ka dhënë një efekt pozitiv dhe nëse do më pyesësh mua personalisht, secili ka ato aspektet pozitive, por dikush që ka qenë më konsistent dhe dikush që ka qenë më i qëndësishëm në ato që ka denoncuar, besoj se është Lëvizja Bashkë dhe Arlind Qori, i cili ka pasur një lloj qëndrueshmërie dhe një lloj qëndrimi i tij që nga njëra ka pas një lloj radikaliteti në thojza, po them që i ka bërë disi dëm edhe mungesa e bashkëpunimit me të tjerë, po dhe qëndrimi në raport me elektoratin. Ata kanë një qëndrim të caktuar të cilin nuk e luajnë, por nga ana tjetër disa nga kërkesat që ne kemi shtruar në shesh, ata i kanë mbështetur dhe i kanë pasur platforma politike.